Mënyra më e shpejtë për të lënduar një fëmijë fillon zakonisht me babain. Nëse do të rrisësh një fëmijë të fortë, të shëndetshëm dhe emocionalisht të sigurt, ka disa gjëra që nuk duhet harruar. Së pari, mënyra si e trajton nënën e fëmijës vlen më shumë se çdo fjalë që i thua atyre. Një fëmijë që rritet duke parë prindrit të respektojnë njëri tjetrin, të komunikojnë me butësi dhe të duhen, rritet me një zemër më të qetë. Ata mësojnë çfarë është dashuria e shëndetshme, mësojnë çfarë duhet të kërkojnë te një partner, mësojnë çfarë do të thotë të jesh burr i mirë. Së dyti, ofro siguri, jo me gjëra të shtrejta, por me prani, me stabilitet, me mënyrën si e bën fëmijën të ndjehet i padënuar, i mirëpritur, i dashur. Një fëmijë nuk ka nevojë për lodrën më të fundit. Ka nevojë të mos ndjehet barë për askënd. Ka nevojë të di se ekzistenca e tij është një bekim, jo shqetësim. Së treti, falu miratimin tënd. Babai ka një ndikim që nuk e zëvendëson askush. Një fjalë e thënë në kohën e duhur ndërton vetbesim për vite. Jo jam krenar për ty, një ti mundesh, një unë jam me ty, i jep fëmijës një ndjenjë force që botës i duhet shumë për t'ia thyer. Dhe së fundi i pranishëm, jo vetëm fizikisht, por me mendje, me zemër, me interes të vërtet. Largoje pak telefonin, lëre një darkë jashtë, koha me fëmijën tënd nuk kthehet më. Mos e humb, sepse kur ti mungon, krijohet një boshllëk që asgjë nuk e mbush plotësisht. Baballar, këto 4 gjëra mund të ndryshojnë gjithë jetën e një fëmije, dhe nëse i bën, ato do t'i japin atij forcën, stabilitetin dhe dashurinë që ai do t'i mbajë me vete gjithë jetën.